Personat që hanë djathë në mëngjes duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do befasoheni. Kush nuk e do djathin, shqiptarët e konsumojnë pothuajse në çdo vakt. Një fet djath e shndron edhe sallatën ose vaktin më të mërzitshëm në një prej vakteve më të shijshme dhe më të efektshme në mbrojtjen e organizmit. Djathi, edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduara nga mjekët dhe është cilësuar gjithashtu si një nga produktet më ushqyese për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e një sër komplikacionesh. Por a e kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të konsumuar djathin dhe për të marrë vlerat e tij të rëndësishme shëndetësore? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Duke qenë se është një produkt që konsumohet gjerë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt, djathi do t'jap përfitimet dhe ka potencialin më të madh për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sipas të dhënave, mëngjesi është vakti më i përshtatshëm, kur trupi ynë mund të përfitojë më shumë nga vlerat e djathit, duke e renditur atë si një prej produkteve më fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i djathit në mëngjes. Konsumi i djathit në mëngjes do të jetë më i lehtë për t'u tretur. Sipas të dhënave, djathi i bardhë është produkti i bulmetit që organizmi ynë e tret më lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin të shpërbëhen shumë më shpejt dhe në të njëjtën kohë do të lehtësojnë edhe përthithjen e mineraleve që ai përmban. Një vlerë tjetër është se duke qenë se djathi ka veti të mira antiinflamatore, ai ndihmon edhe shumë në tretjen e të gjithë personave të cilët janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit. Djathi ka përqindje më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke quar këtë në një produkt më shkallën më të lartë të klasifikimeve të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet për mëngjes, nga persona të cilët kanë probleme me kolesterolin, ai mund të ndihmojë në ruajtjen e të njëjtat ekuilibra gjatë ditës dhe në përthithjen e vlerave të yndyrnave të tij. Kështu, konsumi i djathit në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje e mirë lehtësuese, sidomos kundër këtyre komplikacioneve. Djathi është një burim shumë i mirë i proteinës. Përveç sasive të konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe nivele shumë të mira të proteinave, element këto që do të luajnë rol pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Të gjithë mjekët këshillojnë këdo që mëngjesin ta pasurojnë me sa më shumë proteinë cilësore, kështu përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë të larmishme. Nga ana tjetër ato i japin organizmit më shumë energji, duke e mbajtur atë edhe më të shëndetshëm gjatë gjithë ditës dhe duke lehtësuar kështu edhe komplikacionet e tij. Djathi është i pasur gjithashtu edhe me vitamina të rëndësishme siç janë vitamina B6, vitamina A dhe fosfori. Vitamina B6 tek djathi ka një funksion thelbësor për metabolizmin, duke lehtësuar kështu edhe formimin e qelizave të reja, duke cilësuar djathin si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese, sidomos edhe në krijimin e këtyre elementeve mjaft të rëndësishëm për trupin. Ndër vitaminat A, falë antioksidantëve që përmban, lufton të gjitha radikalet e lira. Fosfori, i fundit në rrallë por jo nga rëndësia, është një mineral që gjendet në secilën qelizë të organizmit tonë. Ai ndihmon stomakun të ruajë edhe ekuilibrat e aciditetit. Në bashkëveprim me kalciumin, ai do të rigjenerojë edhe mineralet që ofron nëse konsumohet në mëngjes, mund t'jap përfitime kryesore në mbrojtjen e organizmit gjatë gjithë ditës. Djathi i bardhë është një produkt ideal, shumë i rekomanduar nga ekspertët, që mund të konsumohet në mënyrë të rregullt në menunët tuaj ditore, dhe përfitimet dhe vlerat që do të merrni prej tij do të kthehen në një aleat të fortë të trupit, sidomos në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Djathi i bardhë, sidomos nëse konsumohet në mëngjes,
do të jetë një element shtesë në mineralizimin e nyjeve, duke qenë se djathi i bardhë prodhohet nga qumshti i lopës, i deles ose i dhis, ai është një burim shumë i mirë i kalciumit në dietën tuaj, gjithashtu edhe i kaliumit. Ai konsiderohet si një zgjidhje shumë e mirë për të marrë këto element ushqyes, sidomos edhe të mineraleve kyçe për forcimin e nyjeve. Konsumi i djathit në mënyrë të rregullt të çdo mëngjes mund të jetë aleati juaj më i mirë në betejën kundër komplikacioneve të nyjeve, gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të tyre. Andaj, ekspertët këshillojnë konsumin e djathit kryesisht në mëngjes. Djathi të bardhë, rreth 40 gram në ditë janë më se të mjaftueshme për të marrë përfitimet e tyre dhe për të lehtësuar edhe komplikacionet gjatë ditës. Djathi i dhis ka vlera të larta ushqyes dhe mban trupin tuaj më të ngopur. Në krahasim me qumshtin e pasterizuar, qumshti i dhis përmban 2 e sasive të niveleve të duhura të hekurit, ndërsa nëse krahasohet gjithashtu edhe me kalciumin, ai mund të japë përfitime mjaft të mira ushqyese, sidomos edhe nëse konsumohet në dietën tuaj. Nëse nuk keni probleme me tretjen, qumshti i dhis është më i lehtë edhe për sistemin tretës. Proteina dhe yndyrnat që gjendet te qumshti i dhis kanë një strukturë të mirë molekulare dhe të thjeshtë për t'u shpërbërë nga stomaku, edhe i atyre personave të cilët kanë probleme me tretjen e dobët. Gjithashtu është e rëndësishme që të konsumoni jo më shumë se 100 gram djathë dhije çdo ditë, që do të ofrojë rreth 250 kalori, që e bën atë një nga produktet më perfekte për të shtuar në dietën tuaj, sidomos edhe në mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Djathi i dhis është një minjer e vërtet e bakterieve të mira për stomakun, që mund të luajnë role pozitive në mbajtjen larg të komplikacioneve dhe në rritjen e përfitimeve të trupit. Djathi i dhis, kur është i freskët, prodhohet nga mpiksja e qumshtit natyral pa shtesa të majave. Gjatë këtij procesi, laktoza kthehet në acid laktik përmes fermentimit, duke e bërë atë në një prej produkteve me strukturën më të mirë që shpërbëhet më lehtë nga organizmi juaj. Nëse e konsumoni në këtë mënyrë, atëherë do të keni edhe përfitime unike në mbrojtjen e organizmit. Konsumi i djathit të dhis në dietën tuaj do të jetë një element shumë i mirë shtesë në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Prandaj, edhe ekspertët këshillojnë konsumin e djathit të dhis të freskët si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese në dobi dhe në mbrojtje të organizmit. Sa më i freskët të jetë djathi i dhis, aq më shumë përfitime do të ketë organizmi juaj. Ndaj, edhe ekspertët këshillojnë konsumin e tij brenda normës së lejuar pothuajse në çdo gatim, edhe si një zgjidhje mjaft të mirë në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët e cilësojnë djathin, sidomos atë të bardhë, si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese. Djathi ju ndihmon edhe të qëndroni në formë. Kjo ndodh falë substancës të quajtur butrajete që gjendet te llojet e djathrave. Studimet këshillojnë se konsumi i djathit ndihmon edhe në forcimin e metabolizmit, duke lehtësuar kështu edhe komplikacionet dhe duke sjellë rezultate mjaft të mira ushqyese në dobi të shëndetit dhe gjithashtu në mbrojtjen e trupit tuaj. Djathi është një mburojë fantastike edhe në parandalimin e shfaqjes së radikaleve të lira. Një studim i fundit ka specifikuar se përfshirja e djathit në dietën tuaj mund të luajë një rol të mirë në parandalimin e krijimit të radikaleve të lira, të cilat mund të ndikojnë negativisht edhe në proceset tuaja të shëndetit të trupit. Është e rëndësishme që të përdoret me kujdes brenda normës së lejuar dhe kështu përfitimet që do të keni prej tij do të jenë mjaft mbreslënse. Djathi është i mirë edhe në formimin e masës tuaj muskulare. Ai është i pasur me nivele shumë të mira të proteinës, të cilat do t'i japin rezultate fantastike në shëndetin tuaj. Ndaj, nëse doni të formoni masën muskulare, 30 deri në 50 gram djathë dhije ose djath i bardhë mund të jetë një zgjidhje e duhur, sidomos edhe në rastin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.